Pa marrë parasysh sa jemi mëkatar, ne themi shpresën mos e humb. Bile porosia e Zotit dhul xhela është ata që kanë tepruar me mëkate, alladhina asrafu ala anfusihim, ata që kanë tepruar me mëkate, la taqnatu min rahmatillah, mos humni shpresën mëshirën e Allahut. Se inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, se Allah i fal të gjitha gjunat. Do shifë, ky ajet i drejtohet njerëzve që e kanë mbulu veten me mëkate. Jo kanë bën 1, 2, 3 mëkate, po e kanë mbulu, janë zhyt në mëkate. E kanë tepruar me mëkate. Kështu është përdor Kur'an, teprim me mëkate. Faraonit për shembull. Krejtëve i thot Zoti, mos humni shpresën mëshirën e Allahut. Se Allah i fal këtë mëkate nëse pendoheni te Allah. Andaj edhe Faraonit, Allahu i madhërisëm i thot Musa alayhis salam dhe Harunit, idhhaba ila firauna innahu tagha, shkoni te Faraoni i cili i ka kalu këtë kufit e arrogancës. Ka vrarë bebe. Këtë kufit e arrogancës, domethënë mendjemallësia e tij, despotizmi i tij, tirania e tij, diktatoria e tij, ka kalu këtë kufit. Amma thot idhhaba ila firauna tagha fakula lahu, thoni atij qawlan layyina, fjalë të buta, la'allahu yakhsha, ndoshta ai friksohet për Zotin. Andaj kjo është do thot qëllimi që edhe Faraoni me gjithë zullumin maksimal që ka poshtruar krejtësisht një popull, i ka nënçmuar ata, i ka përbuzur ata, ka vrarë fëmijë, siç e përmende, megjithatë Allah e çon Musa alayhis salam bashkë me vllajën e tij që ta thrasin besim ata. Kumet ne, për shembull, që bëjmë mëkate gjithsesi, andaj ky ajet i thot mos e humni shpresën, se ulemat kanë thonë, këto mëkatet janë të mëdha, janë problematike, për shembull. Idhujtaria është mëkati më i madh, mosbesimi ose idhujtaria. Mirë, po më e madhe se këto është humbja e shpresës në mëshirën e Allahut. Depresioni asum fare Allah. Depresioni është rezultat i humbjes së shpresës. Pra shkak Islami e kultivon shpresën, e ushqen atë, e ndihmon atë. Edhe andaj besimtari në gjitha situata do thot lip zgjidhje problemet e veta dhe lip momente ku do e kapryejë mëshira Allahut. Për shembull, hadithin që tregon Imam Buhariu sa unë tinga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rastin atij që i vrau 99 njerëz, që manifestohet njeriu me gjithë këtë tragjedi të madhe që ka lënë mas vete. 99 njerëz i ka vrarë. Vrasëserik, mirë po ndërgjegjja e tij nuk e lën rahat, kërkon zgjidhje, rrugëdalje, edhe pyet njerëz. Ky njeri kishte e mbrente ndërgjegja, e hante ndërgjegja nga mrena, kërkonte zgjidhje, orientuti njeri jo meritor për t'i dhënë përgjigje. E gjeti njeri ishte i devotshëm ama ignorant. Edhe lipi përgjigje për ti, tha s'ka zgjidhje për ty, s'ka shpëtim për ty, 99 vete e ki vra. E ky tha masi thu se s'ka shpresë për unë, po të vras edhe ty. Ai boni 100. Mirë, po nuk e lën të rahat sepse mëkati nuk e lën, e këtu është ai mohabeti. Mëkati nuk e lën rahat njeriu, ama njeriu nuk duhet me mendu nëse është zhyt në mëkate se s'ka pendim për te. Atë edhe aty i themi na, si ka thonë ky njeriu kur e ka taku dietarin, ka thonë a ka pendim për mua, ka thonë si s'ka. Na vazhdimisht i themi nëse për këtë njeri që ka vrarë 100 veta pas ka mëshirë të Zotit dhe falje për te, si s'ka për ata që kanë bërë domethënë mëkate më të vogla se kaq.